Shini të arsyeshme të vendoset si lëndë shkollore edukimi mediatik, profesor? Përmendet që është një antar i familjeve tonë. Eksakt. Sigurisht që po, do të thonë madje mund të themi që duhet të futet jo vetëm si lëndë opsionale, sepse ka pasur disa iniciativa për të futur si lëndë opsionale në kuadër të sistemit të para-universitar, po flas në arsimin e Kosovës. Megjithatë nuk është se është zbatuar, domethënë realisht domethënë një iniciativë e tillë, por unë mendoj që duhet futet si lëndë obligative. Ju përmenda pak a shumë dhe elaborova pak a shumë fuqinë dhe magjinë që e ka media sot, sepse ju thash edhe po ripërsëris edhe një herë që jetojmë në kohën e sundimit të medias, duhet futet si lëndë obligative. Në sistemin e Kosovës ne kemi pasur për shembull një eksperiment gjatë gjithë kohës së pasluftës me gjithë sistemin e arsimit, duke u futur në kurrikula të ndryshme, duke krijuar pastaj edhe plan programe të tjera etj dhe mund të themi çdo 6-7 vite, domethënë ka pasur moduse të ndryshme të cilat janë detyruar mësimdhënësit e nivelit para-universitar që t'i kryejnë. Ne për shembull për edukimin mediatik e di që ekzistojnë disa njësi mësimore, disa njohuri domethënë bazike, të cilat mendoj që tani më janë demode dhe të tejkaluara, që mësohen në kuadër të edukatës qytetare. Mirë po, kjo lere që nuk është e mjaftueshme, pra që është e pamjaftueshme për nxënësit të sistemit para-universitar, është një nevojë e domosdoshme që të futet si lëndë obligative në mënyrë që raporti i informacionit, i lajmit me nxënësit, domethënë duhet të jetë domethënë në nivelin e dur që ta kuptojnë sakt mesazhin, që ta deshifrojnë domethënë informacionin sakt, në mënyrë që të kuptojnë sakt se çka është informacioni, çka është lajmi në këtë rast dhe çka është opinioni, ose funi ta ndajnë edhe pjesën tjetër, domethënë çka është një lajm i vërtet i sakt dhe çka është një lajm i rrem ose që shpesh herë domethënë në terminologjinë mediatike sot e quajnë si fake news. Pra, ky raport, domethënë i nxënësit me informacionin që e ka duhet të jetë në nivelin nuk mund të them profesional sepse nuk mundet brenda një lëndë të fundit të ketë profesional, por qasja e tij, domethënë në raport me informacionin me lajmin duhet të jetë në nivelin e dur në mënyrë që të mos bie prej për shembull e dezinformatave të ndryshme, e keqinformimeve të ndryshme, e çinformimeve të ndryshme,